Skandal në spitalin e Memaliajt, mjeku dhe infermieri pezullohen pasi regjistruan fiktivisht një të arrestuar. Një infermier dhe një mjek janë pezulluar nga detyra me urdhër të gjykatës së Gjirokastrës, pasi akuzohen për falsifikim të dokumentave shëndetësor. Dyshohet se mjeku dhe infermieri ka regjistruar në mënyrë fiktive në librin e shërbimit një shtetas që ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Memalia e ekzekutuan masën pezullimi ushtrimit të një detyre a shërbimi publik caktuar nga gjykata e Gjirokastrës për veprën penale, falsifikimi dokumentave shëndetësor, kryer në bashkëpunim për shtetasit. RS 39 vjeç banues në Tepelen me detyrë infermier dhe SM 62 vjeç banues në Tepelen me detyrë mjek në një qendër shëndetësore pasi nga hetimet dyshohet se në datë 13/9/2025 kanë regjistruar në mënyrë fiktive në librin e shërbimit shtetasin e i arrestuar më datë 13/9/2025 pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, thuhet në njoftimin e policisë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Gjirokastër për veprime të mëtejshme.